Deputetja Mariana Koçeku nuk është paraqitur në seancën plenare të Kuvendit pas njoftimit të saj për largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Për këtë zhvillim është pyetur dhe kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili ka dhënë një koment të shkurtër për situatën, pa hyrë në detaje mbi arsyet e largimit të saj. Një ditë bukur, pasi u mori dhe medaljen e falënderimin 35 vjetorin e partisë, tha që unë s'du të vi më në punë. Në rregulloren e Kuvendit edhe në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, njerëzit duhet të njoftojnë zyrtarisht. Tani, ku di unë që si kanë vjedh Facebook-un zonjës? Unë e kam marrë në telefon, nuk më ka hapur. E kam marrë aty, kam para të lajë, kam marrë telefon, kaq. Ndërkohë, Koçeku ka qenë aktive në rrjetet sociale ku ka rikthyer në vëmendje një ngjarje të mëparshme që lidhet me ndërhyrjen në zonën e Thethit, duke shprehur reflektim personal dhe emocional mbi atë periudhë. I kërkoi falje prej zemre Thethit. Ajo ngjarje ka kenë ndërgoditjet më të mëdha emocionale që ka marrë në jetën time. Unë nuk jaj, por një ato ditë kam kja, më shumë se kur më ka vdek baba. Betohem në 7 shenjtorët që besoj, ma shumë se tash ka me ju përfaqësue si duhet. S'ka me i fyje kush ma ato male si që kam fyje. Në një tjetër reagim, një ditë më parë, deputetja ka lënë të kuptohet për një situatë të tensionuar që lidhet me fisin Bajri në zonën e Shkodrës, duke ngritur aludime për presione apo kërcënime, ndërsa antarët e fisit Bajri ditën e sotme kanë kallëzuar në SPAK për shpifje deputeten, pasi kjo e fundit pretendoi se familjarët e saj janë kërcënuar.